Pas një kohe të gjatë, princi Andrew ishte ndier i paprekshëm në mbrojtjen e mbretëreshës Elizabeta II, por pas ndarjes së saj nga jeta në vitin 2022, siguria e tij u shua bashkë me ndikimin e nënës, duke e lënë të ekspozuar ndaj pasojave dhe skandaleve që i kishin ndjekur prej vitesh. Intervista televizive e vitit 2019, ku ai u përpoq të shpjegonte marrëdhëniet e tij me financierin e akuzuar për pedofili Jeffrey Epstein, rezultoi fatale për reputacionin e tij. Pas reagimeve të forta, Andrew detyrua të hiqte dorë nga detyrat mbretërore dhe nga titulli i dukës së Yorkut nëse mbeti në rezidencën luksoze Royal Lodge në Windsor, për të cilën paguante një qira simbolike. Sipas biografisë, Andrew luani, mbretëresha kishte një qëndrim të verbër ndaj tij, ajo e mbronte në çdo kusht. Vetë Elizabeta II e kishte dhënë titullin e dukës së Yorkut për të dhe bashkëshorten e tij të dikurshme, Sarah Ferguson, duke ruajtur një lidhje të veçantë me djalin e saj të tretë, përmbas vdekjes së saj që shka ndryshoi. Zbulimet e reja të bëra për publikun nga kujtimet e Virginia Giuffre, viktime e trafikut të Epstein që akuzon Andrewn për abuzim seksual në 3 raste, nxitën reagime të ashpra në opinionin publik, nën presionin e familjes dhe sidomos të vëllait të tij, mbreti Charles. Princi Andrew pranoi të hiqte dorë nga çdo titull fisnik. Burimet pranë pallatit mbretëror pohojnë se rolin kryesor në këtë vendim e ka pasur princi William, trashëgimtari i frontit, i cili kërkon të mbajë distancën nga çdo figurë që dëmton imazhin e monarkisë. Me largimin nga Royal Lodge e humbjen e titujve, princi Andrew mbetet përfundimisht jashtë çdo strukture mbretërore, një fund i hidhur për dikë që dikur shihej si i preferuari i mbretëreshës Elizabeth.